Kryeministri Hristijan Mickoski i është përgjigjur akuzave të Venko Filipçes për çështjen e emigrantëve, i cili tha se në pranverë do të ketë zgjedhje dhe do të vinë emigrantë që do të vendosen në banesa sociale me të drejtë vote në zgjedhje. Mickoski tha se do ta lë politikën nëse nga LSDM do gjejnë një emigrant të vetëm në vendin tonë, si rezultat i ndonjë marrëveshjeje me Britaninë. Nëse gjejnë një të vetëm, unë do ta lë politikën përgjithmonë, përndryshe pres që të tretë të kërkojnë falje. Jam i gatshëm që kjo të vlej për të gjithë mandatimin tim, por ata dhanë një afat deri në pranverë dhe unë u them deri në pranverë, nëse gjejnë një migrant që është pjesë e marrëveshjes me Britaninë, unë nuk do të merrem më me politikë, tha Mickoski. Lideri i LSDM-s Venko Filipçe në një konferencë për shtyp sot njoftoi protesta nëse kuvendi nuk miraton një rezolut kundër pranimit të emigrantëve që partia e tij planifikon të paraqesë së shpejti. Filipçe tha se pas peticionit online të publikuar nga partia e tij, hapi tjetër do të jetë një projekt rezolut në kuvend, me të cilin deputetët do të konfirmojnë se Maqedonia nuk do të pranojë emigrant. Nëse shumica nuk mbështet një rezolut të tillë, ai njoftoi se do të thrasë protesta masive. Ne do të kërkojmë që kuvendi të votojë një rezolut për ta ndalur këtë. Nëse rezoluta nuk pranohet, një nga mënyrat për të luftuar është të thrasim një protestë të madhe kombëtare, të bashkuar fuqimisht kundër sjelljes së emigrantëve në Maqedoni. Ne tashmë e dim nga burimet tona në Britani se qeveria ka dhënë tashmë konfirmimin që kjo të ndodh. Ne do të përgatisim një rezolut me kuvendin dhe hapi tjetër do të jetë të dalim në protestë, shtoi Filipçe.